O lot. Mirëmëngjes, dhe puna mbarë. Mirëmëngjes, nëse vini. Familja Ceni. Ceni, po. Dhe ju, mjeshtër Gjota. Mirë. Si jeni? Mirë. Mirë, ishto. Gëzëm shumë. Detan, si e dashëm? Ju njohë përmes Facebookut. Edhe në të rrisën përmjet mikut tonë, Mirsatit, i cili më ka folur për juve. Dhe do qëndrojmë pak, të realizojmë një emision të shkurtër. Patjetër. Kushtuar juve, dorë artët e punimeve të lëkurës, por dhe të këpucëve, se shoh shumë këpucë këtu. Apo jo? Lim gjakete lëkure. Lirë gjakete lëkure, sa mirë. O, sa mirë. Po, kemi këtu disa gjaketa. Ripa mezit. Po, I parojmë. do t'i tregojmë të ato mjeshtër. Atëre, gjithmonë një zanat pune e ka një fillim, e ka një origjinë. Një origjinë. Juve jeni i moshuar, nëse më lejo t'ju pyes, moshën që keni. Mosha jam 77 vjeç. Të bëheni 100, me mendje edhe me duart të arta të forta. Përndes. Atëre, po, e ka një origjinë, them, edhe zanatë juaj. Zanatin e kam mësu në Zonës kam hi, në moshën 15 vjeç të tush. Këtu, në Shkodër, besoj. Shkodër. Se ju jeni familje Shkodranës. Pa shka jam. Ne jam rrit. Le rrit në Shkodër. Po. E kam fillu në Parruc, ishte Parruca vjetër atër, i në Zonës aty, Zonës ekonomi na kanë pagu shteti atër. I ma me këpucë e para që ke riparu? Riparu. Këpucë burri apo këpucë gruaje? Grash ma shumë kam punë. Grash ma shumë? Grash ma shumë kam punë në gjithmonë. Edhe, preja dy më qunjen të porosia në pijatë që kena pasë të valish bankës. A ti fillova me punu, punova mirë, shkohë ushtar, u këthe, edhe në ushtri kam punu këpustar. Edhe në ushtri, pucar? Pa. Ta përshamë me bira, përshamë verë. Edhe kjo është një model tjetër. Kjo janë thjeshta, që i dojnë. Qëfar lëkurë është kjo, mirë se Gjota? Kjo është lëkura e Shkodrës, që kena punu dikur. Flasë është lëkurë keci, lëkurë dhije? Lëkurë vici. Lëkurë vici? Pa, nuk përdorim lëkura tjera, asë një litin nuk e përdorim. Pa. Vetëm lëkurë vici. Sepse lëkura garanton të cilësi, apo jo? Cilësi, edhe për këpucën. Pa. Del këpuca me cilësit mirë, edhe e fort. Të të në tjetër në të shi. Mjeshtër, ju imaginoj, keni bërë me mira këpucë. Mira. Krasë më shumë, thatë ju, po edhe burrash, apo jo? Po, edhe burrash. Të porosia kena bërë, edhe grash. Po këtë dyqan, për sa vjetë që keni këtu? Tu jena të 20 e sa vjetë. 20 e sa vjetë këtu? Po. Dhe kjo është një nga rrugën kërësorë të Shkodrës? Vati qysh me demokratinë që kena fillu me tja. Kena fillu i vend tjetër, mësë ne erë me këtu. Tash tu i tjena 22-3 vjetë më këtu. Mrekullia që keni bërë mjeshtër Gjota është që ja keni tërshëguar djalit tuaj zanatin tuaj të pucarit. Kjo është një mrekulli realisht, Nuk e lini që të humbas zanatin e pucarit. Ose të ati që punon lëkurën, pra. Dhejt është ja se kena lënë. Është djali që e ka tërshëguar mrekullisht zanatin tuaj, po.